Pari mendoj që ka mungesë të barnave esenciale në institucionet publike, për shkak se unë kam qenë edhe në vizita të ndryshme në për institucionet shëndetësore dhe kam pa që ka mungesë me të vërtet të jashtëzakonshme dhe detyrohen pacientët të dalin të blejnë dhe të blejnë me çmime të jashtëzakonshme të larta dhe kjo përderisa unë jam në Komisionin për Shëndetësi do ta diskutojmë në takimet e radhës dhe do ta gjejmë një formë për t'i adresuar këto çështje sa më. Patjetër që i kemi pa që çmimet veç janë duke u rritë, jo duke u ulë dhe çmimet edhe në të barnave gjithashtu janë në rritje. Thash që do ta diskutojmë dhe patjetër që do ta gjejmë një formë që çmimet e barnave esenciale të zvoglohen sepse i kemi pacientat të cilët nuk kanë mundësi me i ble dhe po përballohen me sfida të ndryshme.